Për zhvillohet e kupa e ikonave në nderim të Fetit Dizdarit, një figurë shumë e nderuar e atletikës skodane dhe asaj shqiptare. Janë shpërndarë disa tituj sportiv për figurat më të spikatur të atletikës skodane dhe dy prej tyre janë për motrat Hasi, Amilieta dhe Blerta Hasi. Blertin e kemi në këtë momente përpara kamerës tonë, ndërkohë që Amilieta është në Kanada. Urime Blerta për të dy tituj të familjes tuaj. Shumë faleminderit. E kënaqur? Jam shumë e emocionuar për faktin se po marr një vlerësim për dekadat që kena hall djerës në këtë pistë. Sa herë kam marrë në këtë pistë, unë jam një 15 vjeçe. Por sot po ndihem shumë e nderuar për atë moshën e re që kena pas dhe kena ndarë djersën këtu. Sa vite zati karriera juaj sportive? Karriera jeme ka qenë 11 vjet, ndërsa motra 2 dekada. Nuk është pak. Unë sot jam për vete, për motrën, por edhe për grupin e vajzave të ekipit të Përsor të Ndjerit, Përsor Vildan Tufit, i cili ka punu me ne jo vetëm si sportiste, por në të gjitha drejtimet. A mund me përmend sa të emrat e vajzave? Pa diskutim me shknasi. Ndoshta mund të haraj në një, por filloj me Anilen Vnesha, Denaden Vnesha, Valbonen Ura, Merita Ramanin, të Ndjerën Diana Gjinaj, Violeta Ahu, Albania Kavaja, e shumë vajza tjera që për të pakte një dekadë 80-90 kena majtë grupin e vllaznis për moshat, për trejat dhe për tritonat. Kena përfaqësuar edhe Shqipnin, por jena shpërnda, shumica janë shpërnda dhe m'vjen keq sot që nuk ndodhen këto për mu vlerësua edhe ata, sepse kena kanë komplet grupi që kena përfaqësuar Shkodrën me dinjitet. Pak më herët ju pash në shoqin dhe Arbana Xhanit Bekteshi, dy kolege në vite që ndahet kujtimit tuaj për karrierën sportive. Po, patjetër. Albana, Valbona Teli, Lamana Rakaj, Vera Brego, e madhja Vera Brego, kanë kanë një brez më të mëdha se ne dhe kanë kanë i kena pa, a thu kena më bë si ta. Blerta, është më interesant, ndoshta momentin më kulmor i juaj, momenti që e kujtoni për suksesin më të bukur, cila garë ka qenë? Unë kam kanë kërcyses lartit, por me mosha delsha kampione unë, edhe motra delte kampione me moshat e veta. Kur arritme në kampionatet që u bashku me të dy moshat, me shku tek treja dhe të rritorat, delsha e dyta se ma merte motra. Por në të mosh, pata fatin që iku Vera Bregu dhe motra delte kampione në kërcimin slartit, ndërsa unë delsha kampione në kërcimin 3 hapsh, dhe dashën të dyja jashtë shtetit. Emocione. Një sukses i familjes Hasi në këtë moment. Po. Do ta përshëndesim edhe Amilietën që është larg. Meriton një përshëndetje dhe një urim për këtë sukses. Në vazhdimsi pas largimit nga sporti, nga konkurrimi në pistë, ju vazhduat në detyrën edhe të trajnerës, por edhe të mësuesit e edukimit fizik që akoma vazhdojnë të jeni shumë aktive. Madje drejtoni edhe një fitesë, një palestre sportive që ka krijuar dhe ka ngjallur interese për komunitetin shkodran. Jeni sërish me aktive me sportin. Po. Unë jam e kënaqur shumë për vedi që mora këtë vlerësim, por më e kënaqur jam për motrën që ka kanë më mirë se unë, edhe është largu prej sportit, ndërsa unë njeh çdo ditë kënaqësinë të dhënunit për edukimin fizik, mësimin për me u kujdes për veten, u kujdes për trupin, sepse nëse s'kena shëndetin nuk kena kërgjë. Të nderuar shikues, isha me një kampione të atletikës shkodane dhe saj shqiptare, Blerta Hasi, dy motrat Hasi, Blerta dhe Amilieta që aktualisht jeton në Kanada, u nderuan me titullin mirënjohje nga shoqata atletikës Vllaznia. Blerta, urime për gjithë çka keni arritur në karrierën tuaj sportive, ju dhe motra juaj Amilieta që thamë është larg në Kanada. Më duket diçka interesante për me tregu,
sepse unë e kam fillu sportin të shoqënu motrën në shkalla. Dhe ka qenë pikrisht për Sërfeti Dizdarit, faleminderit profe. Dhe ka qenë pikrisht për Sërfeti Dizdarit që më ka qumë nga shkallat edhe më ka thonë vrapon një pistë, kam hi në pistë dhe dola e para. Ky ka qenë fillimi i sportit tim. Pra, thatë në fund, po në themi që shia mjetor, thuhet në të tilla raste pikërisht për ikonin që i dedikohet ky aktivitet, kjo vërmëtari, Feti Dizari, ju pas keni filluar në kthyrën e tij, diçka shumë e bukur. Bleta, faleminderit, sepse Amileta është në Kanada, përshëndesim Amiletën dhe e urojmë për çmimin, ndërkohë që patjetër falenderojmë edhe Bleta Hasin, e cila mori në ndërtim 2 tituj, një për motrën dhe një për vete, urime familja Hasin. Shumë faleminderit. Suksese në vazhdimsi në karrierën tuaj, tashmë si pjesë atletikës, por edhe si mësuese e edukimit fizik.